Ulja e numrit të deputetëve ashtu sikurse është folur nga 140 në 100, a e rrit cilësinë e përfaqësimit në kuvend? Shiko, ky është një ndër problemet që mund të trajtohet në kuadër të ndryshimeve që do të bëhen në kushtetutë. Por, në asnjë mënyrë për mua nuk duhet që gjithë çka kërkohet të bëhet në ndryshimet në kushtetutë të konvergjojnë tek ky problem. Është një ndër problemet, s'ka pse mos të konsiderohet për të diskutuar dhe për të gjetur pasaj dakordësia për zgjidhje. Të jenë 140 sa që janë sot, të jenë 100, 110 e kështu me radhë. Në qoftë se do pyetem unë sot, apo edhe ju këtë kërkoni si përgjigje nga unë, se a do të ishte efektive nga 140 kemi 100? Po, do të ishte shumë efektive të jetë 100, sepse mundësitë për cilësi më të mirë në përfaqësuesit ta në kuvendin e Shqipërisë do të rriten më tej. Natyrisht, e gjitha kjo do të shoqërohet pasaj me atë diskutimin tjetër që po që se do vendoset kështu, do zvoglohen shumë të tepër shanset për partitë e reja dhe për partitë e vogla për politike për të qenë pjesë e kuvendit të Shqipërisë nesër, sepse do të duhet për një deputet më shumë vota. Ndaj dhe unë kam ngulur atë që procesi nuk duhet parë i shkëputur dhe i vetëm i izoluar, por duhet parë si një proces në tërësinë e tij, në rregullimet që duhet bërë legja. Në qoftë se ky ndryshim, për shkak që mund të bëhet për bërjen e kuvendit të Shqipërisë, për numrin e deputetëve, nuk do shoqërohet pasaj me ndryshimet për mënyrën se si do zgjidhen këta deputet. Pra, në sa, në 12 njësi zgjedhor, në 1 njësi zgjedhor apo 4 njësi zgjedhor, natyrisht që do të jetë i shoqëruar me këtë që sapo më thash. Dhe ashtu sikurse, po qëse objekt të punës dhe të diskutimit, qoftë politik, partive politike me njëra tjetrën, por edhe të pjesëmarrës së shoqërisë civile në këtë diskutim do të bëhen vetëm 2 nga çështjet të cilat sot janë diskutuar ose janë hedhur për të diskutuar, janë shprehur edhe të ndryshëm ndaj tyre, siç është numri i deputetëve që duhet të ketë kuvendi dhe zgjedhja e presidentit të vendit direkt nga populli, pra nga qytetarët. Nëse problemi do të mbetet deri këtu, unë do thosha që procesi mund të konsiderohet dhe deklarohet sa herë të duash dhe si të duash, që është një proces që bëhet në funksion dhe për të realizuar atë që unë ja thash më përpara, para rregullimit të legjislacionit për ta bërë ne për këto 30-40 vjetët e ardhshme të mundshëm dhe efektiv në bashkëtesë me vendet e tjera të BE-s, ku ne synojmë të futemi në të, pra shumë më shpejt, apo jo, do të shndrohet në të kundërtën e vet. Do të ketë pra vetëm ngarkesa politike dhe interesin politik për të bërë si tillë. Ndaj dhe ngul këmbë në atë që procesi duhet të trajtohet nëpërmjet dhe në drejtimin e kuvendit të Shqipërisë, por nga një trup e cila, pra në një komision, le ta themi, në përbërjen e të cilës nuk do të ketë vetëm përfaqësues nga forcat politike të kuvendit, por të tjetë gjithë përfshirës dhe puna të cilit mos të jetë brenda mureve të kuvendit, po jashtë mureve të kuvendit. Dhe preandja të përgatitet gjitha i drafti në të cilin do të ketë dakordsinë të gjithë aktorët e mundshëm të shoqërisë shqiptare dhe të dërgohet pasaj kuvendit për vendimin përfundimtar të tij. Po ashtu domosdoshmërisht të kaloj edhe në referendum kushtetues popullor. Në qartë. Dhe një tjetër propozim është ai i parlamentit me 2 dhoma. Po ka të tilla. Pra edhe ky është një ndër propozimet. Po mund të funksionojë një model i tillë në Shqipëri? Po, pse mos funksionojë? Absolutisht funksionon. Por natyrisht ka shumë rëndësi të ndërtohet rruga të gjendet zgjidhja më e mirë dhe më efektive në kushtet e Shqipërisë. Dhe në qoftë se mendohet dhe veprohet në këtë mënyrë, po mund të gjendet, mund të bëhet më funksional kuvendi i Shqipërisë duke funksionuar me 2 dhoma, që siç e dimë dhoma e lartë është ajo që monitoron, kontrollon produktet e dhomës së ulët dhe zvoglohet në këtë mënyrë, në një farë mënyre, efektet që ka gjykata kushtetuese dhe detyrat dhe të drejtat që ka gjykata kushtetuese, siç e kemi sot, por edhe një herë, në qoftë se e gjitha kjo do të jetë rezultat i kësaj tavoline jashtë kuvendit me gjithë përfshirje, sepse në të kundërtën do të konsiderohet ashtu siç kurse edhe është thënë nga jo pak njerëz që janë pyetur për të gjë nga media të ndryshme, që edhe kjo kërkesë për të ndryshuar kushtetutë dhe për ta bërë kuvendin me 2 dhoma ka vetëm
prapa vijnë, e interesit politik të atyre që kanë mundësi ta bënë për të bërë senator të përjetshëm e kodi ose çfarë. Pra, vini re, në pyetje që ju më bët mua për ndryshimet kushtetuese, në krye të kësaj bisede, unë i thash, nuk dua që të trajtoj probleme, çështje njëra pas tjetrës të cilat janë, por rregullin parimin e përgjithshëm, sipas si duhet të zhvillohet ky proces. Pastaj, problemet janë këto që ju thash unë, që midis probleme janë dhe këto, por është shumë e rëndësishme që ne të realizojmë, dhe po ja u përsëris edhe një herë, një proces ndryshimi kushtetues i cili na bëjnë më mirë funksionale pushtetet me njëri tjetrin, bashkëveprimin me njëri tjetrin, funksionimin e shtetit drejtës, funksionimin e pushteteve në mënyrë sa më efektive, për të cilët neve kemi bërë goxha për pushtetin gjyqësor, por kemi lënë pa bërë për pushtetet e tjera, si për shembull për presidentin e Republikës. Ju e dini që ne kemi një president të Republikës që nuk ka një ligj të veçantë për të, edhe kur të duash mund të interpretohet të drejtat dhe detyrat e tij sipas oreksit politik që ka njëri apo tjetri. Pra, në fillim është shumë e rëndësishme të përcaktohet se cilat janë objektivat madhor që duhet të realizohen nëpërmjet ndryshimit të kushtetutës, duke patur fundor ato objektivin e madh. Të kemi një legjislacion që të na bëjë të aftë dhe efektiv në shoqërinë evropiane, si pjesë e saj, dhe pas saj gjithçka fillon dhe zbërthehet në çështjet konkrete që duhet të trajtohen, dhe pasi përcaktohen këto çështje konkrete, gjenden, diskutohet dhe gjenden zgjidhjet për secilin nga këto çështje konkrete si rezultat i bashkëveprimit të të gjitha aktorëve të ndryshëm të shoqërisë civile, aktorëve politik dhe jo politik të tij. Po që se mendohet kështu, po, ja vlen dhe duhet, ndryshe nuk duhet veprohet fare, sepse, siç u thash, edhe ndryshimet kushtetuese mund të bëhen vetëm si rezultat i vullnetit vetëm të një pale, pra vetëm të mazhorancës e cila do t'i duhet në këtë rast që